Lexim prej librit 2 Mbretërve, kapitulli 5, rresht 7 deri në 15. Naami, prisi i ushtrisë së mbretit të Sirisë, ishte njeri me rëndësi të madhe në sytë e zotërisë së vet dhe i nderuar shumë, sepse me anë të tij Zoti e kishte shpëtuar Sirinë, por se ky trim i mirë ishte i gërbullur. Në një çetim që bënte disa prej Sirisë, grabitën edhe një vajzë të re nga leu i Izraelit, dhe kësaj i takoi të bëhet shërbëtore e gruas së Naomin. Kjo po i thot zojës së vet: "Oh, sikur ti drejtohej im zot profeti që është në Samari, me siguri do ta shëronte nga gërbula e tij." Naamani shkoi dhe i tha zotërisë së vet: "Kështu e kështu ka thënë një vajzë prej Izraelit." Mbreti i tha: "Ti nisu për rrugë, unë do t'i shkruaj mbretit të Izraelit një letër." Naamani u nis, me vete mori 10 talentë argjend, 6.000 sikla ari dhe 10 palë petka ndërrymi. Ia dorëzoi letrën mbretit të Izraelit. Në të thohej: "Posa të marrësh këtë letër, dije se e kam dërguar shërbëtorin tim, Naamanin, që ta shërosh prej gërbulës së tij." Kur e lexoi letrën, mbreti i Izraelit i shkeu petkat e veta dhe tha: "A mos jam unë Perëndi që të mund të vras e të ngjall, që të dërgoj ky tek unë për ta shëruar njeriun prej gërbulës? Apo shihni se s'kërkon tjetër pas rast për të më ngatruar?" Por kur Eliseu, njeriu i hyjt, mori vesh se mbreti i Izraelit e kishte shqyer petkat e veta, dërgoi t'i thoshin mbretit: "Pse i shqeve petkat e tua? Le të vij tek unë e le të dij se ka profet në Izrael." Naamani shkoi dhe kuaj me karroca dhe zuri vend te dera e shtëpisë së Eliseut. Eliseu i dërgoi një lëmtar me këto fjalë: "Shko, e lahu 7 herë në Jordan, trupi yt do të shërohet e do të pastrohesh." Naamani u hidhurua dhe u nis duke turfulluar: "Unë mendoja se do të dilte tek unë, do të qëndronte para meje e do të thriste emrin e Zotit hyjt të tij mbi mua, do të më prekte me dorën e vet vendin e gërbulës e do të më shëronte. Pse a nuk janë më mirë të mirat Abana e Farhari, lumejt e Damaskut, se të gjithë ujërat e Izraelit për t'u larë në to e për t'u shëruar." Dhe u kthye duke shfryrë i hidhuruar, por ai iu afrua shërbëtorit e tij e i tha: "Po të kishte urdhëruar profeti një punë të vështirë, patjetër se do ta kishe kryer aq më tepër, pasi tani të tha: lahu e do të pastrohesh." Naamani zbriti dhe u la 7 herë në Jordan si i kishte urdhëruar njeriu i hyjt. Iu shërua trupi i tij, iu bë si trup i fëmijës së njom dhe u shërua. Atëherë me mbar djegësorin e vet, u kthye te njeriu i hyjt, qëndroi përpara tij e tha: "Tani po e di se s'ka perëndi në asnjë vend tjetër përveç në Izrael. Po të lutem, prandoj një dhuratë prej anës së shërbëtorit tënd."